dhe njëkohësisht kemi një përkesim të situatës përgjithshme se nuk ka interes ma as për të mbjellë fshatari, as për të mbajt lopën fshatari dhe kjo të nën turizmin. Turistët që vinë harxojnë më pak për këtë shkak, ose qëndrojnë për një kohë më të shkurt, sepse ai ka një plan sa parasisht bëjnë kur udhtojmë, dhe mbi çmimin e monedhës tonë kombëtare ka kriju pikërisht këtë rritje të kostos edhe për qytetarët shqiptar, edhe për ne që jetojmë këtu. Po të shohësh çmimet e produkteve të ndryshme janë rritur dhe ky është impakti që ne vrejmë, por në një plan afatmesëm dhe afatgjatë, kërcënimet apo dëmet që vijnë nga kjo situatë janë shumë më të mëdha dhe janë të paparashikueshme. Ndërtimi ka ngadalësuar shitjet, nëse vazhdojnë, janë dhënë 27 milion metra katror leje ndërtimi, që ndoshta një pjesë e madhe s'kan për tu bërë, domethënë këto kullat, dhe praktikisht ka filluar të ngadalësohet. A jemi në kushtet e Lluckës? Këtë askush nuk e mund ta thotë dhe kurdo që të ndodh, nëse ndodh Llucka, ajo ndodh dhe komentohet masi ndodh. Por fakti që vazhdojnë rëket e parave, lumejt e parave dhe mbajnë këtë nivel, kjo nuk është në gjë për të lavdëruar. Tani ka filluar Banka e Shqipërisë ta ndjej rrezikun. Mjafton të kujtojmë që vitin e kaluar një pjesë e mirë e kredive bankare, diku te 60% kanë shkuar në kreditimin e sektorit ndërtimit apo në blerje pastorisht të patundshme, që përsëri përbën një kërcënim për sistemin në tërësi. Megjithatë, qeveria thotë që janë dyfishuar investimet e huaja në raport me gjithmonë 2013 dhe kanë shkuar te 1.5, mos gaboj 1.6 miliard euro në vit. Është vërtet. Po duhet të shohim çfarë impakti duhet i numërojmë, të përmendem 2-3 investimet që janë vërtet të huaja, se nuk është investimi huaj të marr borxh një kompanie huaj për të ndërtuar mbi fjalën Skavicën dhe pastaj me prodhimin e energjisë të shlyj borxhin që ka marrë, fitimin e vet. Po për shembull Alabari dhe ndërtimi që po bëhet në Durrës. Porti i Durrësit. Po, është shumë e vërtet që edhe Porti i Durrësit është investimi huaj. E ka emrin kompania. Vjen nga fondi arab, është duke shitur ajër tani domethënë akoma dhe ne do marrim borxh 1.5 deri në 2 miliard euro për të ndërtuar një port. Rrezikojmë të mos kemi port të Durrësit. Po lexoja sot për korridorin e 8 dhe korridorin e 10. Ndërtimi i Kurudhës Beograd Budapest ka qenë para 150 vjetësh, tani rindërtuar e grua të shpejtë të tjerë me kredi kineze që kanë gjallë probleme me raportet e Bashkimit Evropian, ka fuqizuar rolin e portit të Selanikut. Do thotë që atë rol që korridori 8 që lidhet të Shqipëri, Bullgari e të tjerë, domethënë përmes Maqedonisë, ne po humbasim. Ne po humbasim disa asete që kishim mundësi që me masterplanet që kishte bërë Bashkimi Evropian në 94-96 të mund t'i kthenim në dobi kombëtare me impakt rajonal, me impakt ndërshqiptar e të tjerë. Praktikisht, domethënë, ne gëzohemi që Alabari vjen dhe bën ndërtime, e heqim nga taksat, nga gjitha llojet e taksave, domethënë, e krijojmë kushte që ai të fitojë, shumë mirë që fiton, por ne do marrim borxh për të bërë një port kur e kishim portin aty. Se çfarë arsyetimi ekonomik kam vështirë ta argumentoj. Për fund, zoti Preçi, duke qenë se kemi dhe minutazhin që po afron drejt fundit, doja t'ju pyesja, nëse ju sot do ishit ministër financash, çfarë do i rekomandoni të kreut të qeverisë si një strategji afatmesme themi, në lidhje me zhvillimin dhe politikat sektoriale që përmendët si gjithçka që ka të bëjë me prodhimin vendas meriton të mbështetet, duke filluar me bujqësinë, sepse ajo është mbështetje edhe për punësimin e me radhë, duke filluar me ato përvoja të mira që ka Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera që e lidhin interesin ekonomik të individit me komunitetin, me ato asete që disponon, edhe njëkohësisht synimi për të pas një element konkurrues në raport me Bashkimin Evropian, sepse antarësimi i Bashkimit Evropian në Shqipëri shpjegohet, siç ka qenë shpjeguar dikur antarësimi në Këshillin e Ndihmës Ekonomike Reciproke të rusëve apo në komitet tjetër. Në fakt është ndryshe. Nuk është një vendimmarrje thjesht në Rom, Berlin, Tokyo apo diku. Është aftësimi i vendit për të ndërtuar institucionet, aftësimi i vendit për të konkurruar. Kapitalizëm do të thotë konkurrencë. Bashkimi Evropian do të thotë konkurrencë për të gjetur një segment të tregut. Shifni Maqedoninë, shifni vendet tjera për rreth për të kuptuar që sikur edhe një detaj, një derë, një makinë benzit po them unë të prodhosh në vendin ton, zinte me punë disa mira punëtorë të tjerë dhe ishte konkurrues. Mirë po, në mungesa politikave të tilla,
Sepse po ndodhet një gjë tjetër tani, po të shohësh zhvillimet gjeopolitike të viteve të fundit, veçanërisht atë rishikim të arkitekturës gjeopolitike që ka bërë po bën Trumpi, Europa Perëndimore po shef se si të riorganizojë fuqitë e veta që të jetë më konkurruese, siguria kombëtare e tjera si këto. Ke dëgjuar ndonjë debat në vendin tonë që, ore, i mbylli, nuk ka mundësi të importojmë grur, bi fjala. Ka ndonjë politikë që stimulon, unë nuk them shku te autarkia, kurse si. Por nësë mund të injorojmë rëndësinë që ka administrimi i mirë, konkurrues, i atyre aseteve që bëjnë ekonominë konkurruese në rajon, që shfrytëzon avantazhet konkurruese që vendi ka pasur dhe ka krijuar.